A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nëse dashur, folëm diçka dje rreth respektit Kur'anit, musafit. Sot do të përmendemi disa edukata se si respektohet musafi. Do të pas parasysh disa mesele se si respektohet musafin që lexojna prej saj. E para edukat, Kur'anin duhet të vendoset dikuni nalt, dikuni lart. Kur'ani nuk ban më e shtun tokë. Gjithashtu kanë thonë dietarët nuk ban musafin me lon afër kundrave, kpucave. Për shkak që është nënçmim ndaj musafit. Gjithashtu kanë thonë dietarët musafin nuk ban me shtije në tualet. Gjithashtu kanë thonë dietarët musafin s'ban me përdorën si jastik, ku e vendos krije me flekt. S'ban me përdorë musafin. Gjithashtu kanë thonë dietar nuk ban musafin me përdorë si mbështetës, ku mbështetesh, e nën dorën ose nën çka tjetër dhe mbështetesh. Këto janë forma se si ne duhet me trajtu Kur'anin këtë formë. Gjithashtu dietar kanë thonë nuk është për edukatës me i shtri kamët ka musafi. Nëse e ki musafin përpara, është për edukatës me i shtri kamët, me i mbledh kamët. Gjithashtu ka thonë dietar për edukatës me musafin është kur të japësh dikujt në musafin, m'ia dhon me dorën e djathtë. Jo m'ia dhon me dorën e majtë. Se sendet e ndershme përdoret në dorën e djathtë. Kur sendet që nuk janë të ndershme, zakonisht pastrimi bëhet me dorën e majtë. E musafi kur të japësh dikujt, është mirë, edukat me musafin është me përdorën dorën e djathtë. Gjithashtu ka thonë dietarët për edukatës me musafin është mos e lexohet Kur'ani musafi duke qenë shtrit. Po duhesh mu drejtu, e kanë përmend është mirë dhe mu kthika kibla, edhe në këtë formë e lexue musafin. Gjithashtu kanë përmend dietarët për edukatës dhe musafit mes me lon musafin kur ta krish leximin me lon musafin hapur. Por është me mbyllur. Me lon të mbyllur më thonë musafin. Për gjërave tjera kanë thonë kur të ndrojmë faqet e musafit, fletat, mes me e lipi gishtin. Pse se njolloset letra e musafit. O me ndru faqen duke mos i lipi gishtat. Kjo ndodh shpesh te musliman, kur do mi ndru faqet, i lipin gishtat dhe ndron faqen. Me ka faqen ma lehtë. Por kjo nuk është edukat me musafin. Gjithashtu kanë thonë dietarët nuk është për edukatës me lënë diçka për mi musaf. Nëse është edhe libër. Shembull, musafi do të konë libra ku është më nalti. Libra tjera i le poshtë, kurse musafin e le mbi këtë libra tjera. Saqë dietarë kanë thonë nuk është për edukatës me lënë edhe lapsin. Me lon telefonin. Çdo sen tjetër me lon diçka mbi musaf, konsiderohet mos respekt ndaj musafit. Pra edukat ka shi musafit është ne, më thonë me respektu. Gjithashtu ka thonë dietar për edukatën e musafin është mes me përdor musafin si fladitse. Je nxehtë të lexoj Kur'an edhe do më fladite me musafin. Kjo më thonë nuk është edukat. Më thonë s'ban me përdor musafin për kësi gjëra të ulta. Gjithashtu ka thonë dietarë s'ban me përdor musafin për me i ra ziles. Do mi ra ziles e përdor musafin dhe i mshon ziles. Kjo nuk është edukat. Gjithashtu ka thonë dietarë nuk përdor musafin për me e krujt trupin. Do me e krujt një pjesë trupit e me musafin e përdor si mjet që mu krujt. Edhe kjo nuk është edukat. Gjithashtu ka thonë dietarë musafin nuk djegët. Nuk është edukat me musafin me marë me djeg musafin. Ose me marë me shkoq. Po nëse musafi është i vjetër, edhe donë me e largu pi shtëpie, se nuk duhet, janë shkoq fletat, është i vjetër, atër ki drejt me e djeg. Po qëllimi është që në me largue. Kurse me shkoq, me e djeg pik qefit, kjo më thonë të regon, më thonë në nëshmim dhe musafit. Gjatë ka thonë djetartë, nuk preket musafi me dorë të fliqura.
nëse ki durt pala, më thonë është mirë një mbi la durt, e tani më thonë me e marë musafin ose me ndru fletën. Gjithashtu ka thonë dietarët, musafi nuk vendoset në për vende ku ka harame. Nëse një një tavolinë ka alkohol, ati nuk lihet musafi. Në një vend që ka muzikë, ndëgjohet muzika, me marë musafin me shti në atë vend, nuk është edukat me musafin. Gjithashtu ka thonë dietarët, nuk vendoset musafi në një vend ku mundet më prish musafi. Shembull, me vendos musafin dikun ku ka mundësi me ra shi, e le dikuni në Ballkan, ose le dikuni jashtë, edhe ka mundësi era shiu me prish. Edukat me musafin që ne me e rujt musafin. Gjithashtu ka thonë dietarët, musafi du të me kap drejt edhe mirë. I kom pa disa talebe, e kapin musafin kështu, e grefin zhak, e kapin me njërën kopertin, du të mi kap me të dijat nga se prishet musafin këtë formë, du të me rujt. Okej, to forma që përmejnë drejtash, këtë janë forma se si ne e madhrejmi musafin. Për gjërave tjera, kanë thonë dietarët, musafin është mirë me parfumos. Musafin është mirë me e zbukuru. Sa që ka thonë dietar, banë me zbukuru musafin edhe me ari dhe argjent. Vetëm i arrit namin. Musafit e zbukuron. Gjithashtu ka thonë dietar, respekt dhe Kur'anit është mes me e shkrujt muri me dhe një ajet. Kjo një gabim të disa vende botë, e marrin një ajet, e shkruan Bismillahirrahmanirrahim mur. Nuk është edukat kjo. Nga se vjen dita që një duhet ajo grithet, fshihet, të mu la, ajetet mirë në përkam. Pra nuk është për edukatës me i shkujtan. Gjithashtu nuk është mirë edhe këta plakat që vendosen të ajeteve. Edhe në xhamia, një ajet kuranor, vendosë vetëm për zbukurim. Kurani nuk është, Allah nuk ka zbrit Kuranin e me i zbukuru murën ato. Po Allah ka zbrit Kuranin e me lexue edhe me përfitu nga Kurani. E disa njerëz mendojnë që Kurani duhet me vendos dikun i heshëm, me zbukuru me xhlisin e shtëpinë e jo me lexue. Kjo është një gabim që bëhet te disa muslimanë. Gjithashtu dietar kanë thënë prej edukatës me musafin është që musafin na i herë nëse ki drejt mush edhe me e puth. Respekt, se ki e merë dhe kanë ndodhur për disa sahabeve, kur kanë kryer leximin e Kuranit, kanë marrë kanë puth musafin. Është as me duke do sahabë, nuk ka ndonjë hadith, por nëse do të dikush me e bë këtë vepër, nuk është problem. Është vepër e lejuar. Për meseleve tjera që kanë përdorur dietarët, kanë përmendur për libra, është meselja nëse dikush vjen ta bjen musafin, mu uqun kam, me prit musafin kam, jo ullët. Pse kjo? Nga se ne e dina nëse ne vjen një hoç, na vjen një plak, apo du të mu uqun kam me prit. E Kurani është mbi këtë këta, edhe mbi hoxhën, edhe mbi plakin, kështu që më thonë është mirë edukat me musafin, nëse dikush ta bjen musafin, çohesh në kam, edhe ta pritish dhe ta marrësh musafin. Shikon çfarë detaje. Gjëra tjera, ulemat e përmendën ato gabime që i bëjnë njerëzit në shtëpitë e veta. Për gabime që i bëjnë, disa njerëz e kanë një problem. Si me zgjidh problemin, e hapin musafin. Faqen 245, ajeti 35, kështu që unë 35 minuta, pas 35 minuta me dalë për shtëpie. I bën do matematika që s'ka të bëjë me Kur'anin. E kjo kanë thonë, kjo është më thonë me shiku fatin për një çështje përmes numrave të ajete, përmes faqeve, s'ka të bëjë kjo. Kjo nuk është edukat me musafin, me përdorjen e musafin për kësi gjëra. E disa të tjerë, musafin e lon te keri, te vetura, për bereqet. Edhe kjo nuk është edukat me musafin. Më thonë, vetë se e ki musafin të shtëpia, vetë se e ti te keri, nuk do të thotë që ka kaplu bereqeti Allahut. Pra më thonë, mos më dikush vetëm pse e ki të shtëpia, ti e ki la borxhe me Kur'anin. Kur'ani është libër që duhet lexohet, duhet mësohet edhe duhet punohet me Kur'an. Gjithashtu për gabimet që bëhen në disa vende, fëmia kur lindën, ja vendosin te krija musafin fëmijës. Pse e bën këtë? E bën që me mbrojt nga xhinet. Edhe kjo s'ka të bëje. Më thonë Kur'ani pse ka nga fëmia, nuk e mbron nga mësishi
por fëmijës duhet me lexu Kur'anin. I lexon ajete, i lexon Fatihan, i lexon surët, kjo po më afru Kur'anin nuk ka dhe. Për gabimet që bëhet në disa vende përdoret kur vdes dikush ja vendosin Kur'anin te gjoksi. Me kallzu demek që ka qenë me Kur'an, edhe kjo s'ka të bëjë, edhe kjo nuk është respekt me Kur'anin familjar. Pra këta ishin disa edukata. Tema e djeshmit ishte respekti, e sot edukata e Kur'anit, vetëm për çdo dy fjalime është një libër, alhamdulillah kum lexuar. Libri është Adabu Ta'amul Ma'al Mushaf, është një libër në gjuhën arabe, edukata e personit me mushafin. Pra është një libër, krejt sot që i përmenda, më thonë ata që e dinë arabishtën mund t'i kthejnë dhe të përfitojnë. Inshallah vazhdojmë nesër me mësimet e radhës. وأقول ما تسمعون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين